Do të ndjekim përgjigjet e qytetarëve se sa janë pro dhe kundër këtyre ndërhyrjeve estetike që kanë filluar të bëhen viteve të fundit në masë të madhe tek të gjitha moshat. Kirurgjia plastike po bëhet gjithnjë e më zakonshme në botë, po ashtu edhe në Kosovë. Çfarë mendojnë qytetarët për këtë? E jani të shohim se çfarë thonë ata. Çfarë mendimi keni ju për operacione plastike? Drejtë me thonë, nuk di shumë për këtë punë, po në parim janë të këqija. Për çështje shëndetësore bona, ama për çështje tjera. Pse mendoni që është e keqe? Pse po duken keq. Veç e di një gjë që nuk po duken mirë. Ai kishit kriju hipotetikisht se nëse jeni i martuar, lidhje me dikën që ka kryer ndërhyrje kirurgjike më përpara. Për arsye shëndetësore gjithçka është e mundur. Ama për çështje tjera të zbukurimeve, për mua është e panevojshme. Valla, unë s'kisha preferu, me të kallëzu drejtën, se unë nuk preferoj ato që ka kalon Zoti, atjeshtine që ka kalon Zoti, nuk preket aja, se ta e shëmtohet aja, ta e mos më përmisohet. Po është problem më përmisohet. Të më thonë, atë bukurie që ka kalon Allah, çdo njeri ka kalon atë bukurinë e vetë. Të më thonë e ka estetikën e vetë. Ta është me bo për asë, se si lakmon, atë shakon si kuraj, atë shakon si kuraj, të më thonë lakmi është pak ta basane sigurisht i bjen pishman, po nuk mundet me përmesu, se nuk më mirë me po ndërhyrje. Edhe për ta nuk është, çdo sen e shëmton vetveten. Si mas mendimit tim, që unë po flas nga pikpamja ime kështu, nuk po flas, unë as jam kirurg, as jam kështu që vetëm unë për veti s'preferoj, se kisha bo për veti, as jam për asaj se kisha bo. Nuk kam asgjë kundër njerëzve që bëjnë operacione plastike, edhe pse personalisht nuk jam për to. Besoj se bukuria natyrale është më e mira dhe më rëndësishmja. Është e rëndësishme ta pranojmë veten dhe trupin ton ashtu siç jemi lindur. Nuk kam asgjë kundër. Mendoj se secili ka të drejtën të bëjë çfarë dëshiron me trupin e tij dhe të duket siç dëshiron. Thjesht unë vetë nuk do ta bëja. Nuk do ta mbështesja promovimin e saj sepse besoj se bukuria natyrale është më e bukura dhe shëndeti nuk lidhet vetëm me pamjen e jashtme. Do të preferoja të promovoja një mënyrë jetese të shëndetshme dhe pranimin e vetvetes sesa kirurgjinë plastike. Megjithatë nuk kam asgjë kundër atyre që zgjedhin ta bëjnë. Nëse më pëlqen dikush, më pëlqen për atë që është. Vendimet e tij apo të saj në të kaluarën nuk do të ndryshonin asgjë për mua. Jo, nuk do të kishte rëndësi. Jem kundër këtyre. Pse jeni kundër? Sepse nuk mendoj që diçka që s'është në trup e lindur mund të jetë e shëndetshme në radhë parë për shëndetin. Po tash unë nuk jam i fushës mjekësisë që me artikulu një mendim të saktë për këtë, por mendimi jam i lirë është që du të mi ikë, na kem traditat bukura, balë, jem racë e bukur, jem të bukur, shëndetshëm, kem një klimë të mirë, më mundu me bon jetë sa më të shëndetshme. Personazhet publike të cilat e promovojnë, ose cilët e promovojnë kirurgjinë plastike, pra, çfarë mendon për ato që e bojnë promovimin e ndryshimit? Ato e bojnë promovimin për shkak të famës, edhe mendoj që është gjë komerciale të në. Por unë nuk mendoj që pjesa tjetër që jemi na popull vital, të shëndetshëm, të hinën avanturat e personazheve cilët e kanë vetëm karrierën në pyetje edhe famën. Ne mund të jetojmë edhe të lirë, ashtu siç jemi në përditshmëri. Edhe unë mendoj që njeri ma i fort edhe moralisht, po edhe fizikisht, edhe psikikisht, është ai i cili jeton me realitetin. Jeta është një realitet. Edhe unë mendoj që na si popull e kem këtë veti edhe besoj që për atë nuk na u ka desht edhe shumë atë psikologe, sepse ne jem si tradit që jem trajtu me shok, me miq, me holla, me gjyshna, me kajer këto adaptimet jashtme që po mundohen mi bon. Unë po mendoj që neve ma shumë na dëmtojnë se sa na zhvillojnë. Kem gjëra shumë bukura me morë jashtë në botës perëndimore, senet që tani për tani veç po zhvillohet për çdo ditë. Edhe teknologjia, ka shumë gjëra të mira, po me shëndetin besoj që mirë.
kena më konë kështu si jemi. Edhe një pyetje të fundit, ato të krijonit lidhje me një person që ka kry kirurgji plastike. Absolut jo. Unë nuk e di që ajo lidhje mund do të më shërben mua. Fillimisht në vedin tem, bindja është më e fortë se droga, më e fortë se gjithçka është bindja e njeriu. Edhe kur e kiti një bindje të shëndosh arsyeton ashtu, edhe nuk mendoj që mund të jetë diçka interesante. I don't like it. I don't think it's good. I think just it's Nuk më pëlqen, nuk mendoj se është diçka e mirë. Kam përshtypjen se përfshin shumë substanca që mund të jenë të dëmshme për trupin. Nuk jam plotësisht kundër saj, por nuk do ta preferoja as për veten dhe as për të tjerët. Mendoj se bukuria natyrale është më e mirë. Besoj se secili është krijuar në një mënyrë të veçantë dhe të bukur. Nuk dua të them se kirurgjia plastike është gjithmonë e gabuar, por mendoj se shumicën e rasteve njerëzit janë tashmë të bukur ashtu siç janë. Po, besoj se ka një ndikim të madh. Media sociale krijojnë idenë se dikush nuk është mjaftueshëm i bukur dhe se duhet të ndryshojë diçka në veten e tij për të ndjerë më mirë. Por unë besoj se secili është krijuar në një mënyrë unike dhe nuk ka nevojë të ndjekë standarde të caktuara për të qenë i lumtur me veten. Jam i martuar, kështu që kjo nuk do të ndodhte, por nëse do të isha beqar, nuk do të ishte diçka që do të më pengonte. Nuk do të gjykoja askënd për zgjedhjet që ka bërë në të kaluarën. in this like perfect image, like yeah. So